Në një prononcim për mediat, kreu i Agjencisë Kombëtare të Emergjencave Civile, Haki Çako, i cili është i pranishëm në Hasturkas, informoi se do të nisë së shpejti aksioni i kërkim shpëtimit për 2 barinj, të cilët kanë mbetur në zonë të hapur ku ka prezencë uji. Për këtë qëllim, Çako pohoi se do të ngrihet një dron termik për të lokalizuar 2 barinjt. Nëse nuk do të ketë asnjë gjurmë prej tyre, do të përdoren alternativa të tjera, si helikopter dhe forcat e ushtrisë. Tashmë jemi në veprim për të identifikuar dhe saktësuar se ku janë 2 barinjt, cilët shërbejnë për ruajtjen e disa baktive të lira në zonën e kularit, në derdhjet e lumit. Kanë pas kontakt deri pak qaste me familjarët e tyre dhe për shkak të mbarimit të baterive apo problemave të tjera me telefonin nuk kanë mundësi kontakti. Gjithsesi, po presim që të instalojmë një pajisje, një dron, i cili do mund të saktësoj vendodhjen e tyre dhe komunikimet e tjera. Janë kryer më herët këto veprime në aksione të tilla shpëtimi? Por kur ka dalë e nevojshme dhe janë kryer, por tashmë jemi pak më të avancuar sepse disponojmë edhe drone termik, por apo drone për distanca më të konsiderueshme se dronet e mëparshme. Nëse nuk do të ketë asnjë gjurmë tyre? Do të vendosim në funksion të gjitha kapacitetet, nëse do të jetë nevojshme, edhe helikopter apo dhe mjete të tjera për të siguruar jetën në 2 barinj. Prej sa kohësh nuk ka informacion për 2 personat, për 2 barinj? Ke një informacion? Prej disa orësh, mund të jetë dhe 2 orë.